Kur bëhet fjalë për filozofinë, njeriut në horizontet e kuptimit për botën, i shfaqen pikpyetje të shumta të natyrës njerëzore e mbar gjithësisë. Pikpyetje të cilat i rrethojnë diapazonet e secilit mendim të vetë, që më vonë shndërrohet në një urë lidhse për mençurinë dhe burimin e gjithçkaje që dijmë dhe nuk dijmë. Është pikërisht akt i të menduarit që nuk njeh barrierë kufitare me botën, por përkundrazi, është në dialog të vazhdueshëm me të. Qendrën e saj e rrethojnë pyetje të shumta mbi realitetin, ekzistencën, diturinë, misticizmin e deri te arsyeja e logjika. Por detyra e filozofisë nuk është të pasurojë njeriu me përgjigje të cilat vazhdimisht i gërmon. Filozofia për mendimet njerëzore është sigur Sizifi që ngjitet, bie. Ngjitet dhe vetëm ai i cili kupton rëndësinë e këtij procesi, kupton edhe filozofinë. Kupton se filozofia nuk është përgjigje për pyetjet e natyrës njerëzore, por është një rrugë ndriçuese për të kuptuar thelbin e mendimeve dhe jo saktësinë e tyre. Filozofë të ndryshëm kanë folur për çështje të ndryshme, qofshin ato metafizike apo ontologjike, dhe secili ka dhënë qëndrimin e vet, shpesh herë duke kundërshtuar qëndrimin e tjetrit në një luftë pirike për të gjetur burimet e mendjes njerëzore. Dimensione të pafundme që sfidojnë kufijtë e njohjes son që nxisin filozofinë për të gërmuar më thellë. John Zaveri e jetoi jetën e tij me një pse të pafund duke vënë botën në tërësi të një hiçi të madh e pas një kuptim duke ndjekur gjurmë të filozofëve. Gjë që na mësoi të mos zhytemi në humnerat e filozofisë, kur në fakt ajo që nuk kuptuam nga vepra e spasës ishte mënyra e perceptimit të një bote absurdi, ideve dhe pikpamjeve jetësore, duke qenë këto çështje të mendimit kritik. Qindra filozofë u përpoqën të sqarojnë filozofinë, por askush në fakt nuk i doli dot të tregojë se ç'është ajo saktësisht, e kjo është nga se filozofia është gjithçka. Burim ekzistence, krijimtari, misticizëm, arsye, mendim kritik, kuptim i njohurisë, dashuri për dituri, urtësi, mençuri, është pikërisht gjithçka që e bën botën të rrotullohet, të vërtetë dhe kuptim plot. Filozofia nuk kërkon të rregullojë botën, por të na ndihmojë ta kuptojmë atë. Dhe kjo është ajo që na bën neve qenie të vërteta dhe pjesë e një universi dhe labirinti pyetjesh pafund. Pra, filozofia është një sfidë ndaj të zakonshmes dhe një thirrje për të menduar thellë mbi atë që është e pakapshme. Na shtron rrugën drejt një metropoli më të gjerë dilemash universale, të llojit të jesh apo të mos jesh, dhe shkon përtej një disipline akademike, por është vetë thelbi i të qenurit njeri. Filozofia është që ndër lëndët e cila të nxit të zhvillosh imagjinatën dhe kuriozitetin e shpirtit ton krijues, dhe flet për pikpamjet mbi botën dhe jetën. Çdo mendim fillon nga një teori e thjeshtë, nga një pyetje, nga një pasqyrim ku pastaj lindi dëshira për të ditur dhe për të kuptuar më thellësisht botën në tërësi. Filozofia është ajo e cila jep njeriut potencë që të zhvillojë ide më të avancuara dhe të thellojë kuptimin e vetvetes. Pra, njeriu duhet të njohë për të pasur përvoja jetësore dhe duhet të ketë përvojë jetësore për të kuptuar atë që njeh. Mendimi i ynë është si një udhëtim i pafund, ku fillimi dhe mbarimi i çdo filozofie është liria, dhe qëllimi nuk është thjesht të japësh një përgjigje apo të arrish në një përfundim, por
është të hapësh një derë të re përkundër një tjetër dyshimi. Çdo filozof përdor ngjyrat e mendjes për të krijuar panoramën e botës dhe kërkon të kuptojë botën, jo me sytë e trupit, por me dritën e mendjes. Na udhëzojnë drejt një qasje të re të realitetit dhe të shohim atë që nuk është ende e parë. Ai, i cili na mësonte se për të qenë i lumtur duhet të jetosh në harmoni me virtytet, ishte mendja më universale, Aristoteli, ku virtyti për të është mesi i dy ekstremeve. Pra, të jesh dinjitos është virtyt dhe nuk do të thotë të jesh as mendje maf e as ti përkulesh dikujt. Ai, i cili na fton të ndjekim moralitetin e tij absolut është Kanti, i cili na ndihmon të kuptojmë se realiteti është më shumë se sa një pasqyrë e thjeshtë. Ai, i cili na udhëzon të kuptojmë botën ideale të ideve, ishte Platoni. Ai na fton që përtej hijeve dhe errësirës të shohim dritën që ndriçon botën e vërtetë dhe për të kuptuar se çdo gjë që është e dukshme është vetëm një hije që është e përkohshme dhe e rreshme. Ai që na bënte thirrje, o njeri, njihe vetveten, ishte Sokrati. Pasi nëse nje vetveten, atëherë ti nuk je ndikuar nga opinioni i të tjerëve. Dhe gjithmonë Sokrati thoshte: e di se asgjë nuk di, dhe të pranosh se nuk di, ti ke hudhur hapin e parë drejt dijes. Pra, kjo ishte një fjali e thjeshtë, por revolucionare dhe shumë domethënëse, e cila hapte portat e një kërkimi të pashtershëm. Në bazë të këtyre teorive dhe mendimeve të ndryshme, filozofia është proces që ta ndriçon rrugën dhe ta lehtëson rrugën për të zbuluar diçka të re. Është ajo e cila udhëheq mendjen në labirintin e pyetjeve dhe mundësive të pafundme. Sa shpeshe e pyesim veten se kush jemi ne, prej nga erdhëm e ku po shkojmë. Shumë rrallë apo jo? Shumë rrallë na vjen në mendje të mendojmë se a jemi ne ato që i japim çdo gjëje tjetër kuptim, apo thjesht jemi një pikë vogël në universin e pafund. Nuk zhytemi në këto pyetje filozofike, sepse ajo që nuk e dim na mbyt pak nga pak. Por gjithashtu, na jep një shpresë duke na e bërë që dëshira për të ditur të bëhet aq e madhe, sa mos rreshtim së menduari kurrë në njerëzit, si qenja më e përsosur dhe më e mençur që ekziston. A e krijoi njeriu filozofinë? Apo filozofia e krijoi njeriu, që sot të jetë ky që është e të arrijë aq shumë? Filozofia është çdo gjë, edhe kjo që po shkruaj është filozofi. Edhe vendi, pozita, mendimet, dëshira dhe motivi që kam është një filozofi më vete. Të filozofosh është të reflektosh. Reflektosh një mendim, të prodhosh ide, të përmirësohesh, të shohësh se ku je, të kritikosh dhe mbi të gjitha të pranosh se di shumë pak. A ja vlen të jetojmë? A ja vlen të mundohemi në këtë jetë? A do na gjykoj ndonjëherë dikush për veprimet e kësaj bote? Apo thjesht të gjithë do përfundojmë në një vend? Për mua, filozofia më bën të kuptoj që të mendosh, të shkruash, të analizosh, kur nuk humb, se vetëm ashtu do arrim tek e drejta, e vërteta, e mira dhe e keqja, dhe mbi të gjitha tek ajo të cilën duam të njohim. Do shta unë, ti, ai tjetri, s'do mundemi të prodhojmë ndonjë mendim ose zbulojmë diçka, por thjesht dëshira jonë për të ditur do të jetë një urë lidhëse që dikush të arrijë deri te e panjohura. Të shfrytëzojmë dhe ta shohim atë që na dha filozofia, sepse çdo gjë që na rrethon, çdo informat, çdo gjë që dim dhe nuk dim rrjedh prej saj. Janë mendjet e ndritura të filozofisë që krijojnë një vetëdijsim, një rregull
një harmoni dhe një koordinim ku i tregua njeriu të rëndomt se çka është e mira në një kohë ku nuk ekzistonte asgjë nga ajo që kemi sot. Është shumë e rëndësishme të dimë se filozofia është burimi i gjithë shkaje. Edhe pse mund të duket se është marrë gjithë shka prej saj, ajo prap mund të jetë një hambari të mbushur, që njeriut nuk ja merr mendja se sa dhe çfarë ka. Fundi i filozofisë është një rrugë e cila sa vjen e bëhet më e gjatë e më e thellë. Po sa do jemi të Zotit të dalim në fund e të mbërrim aty ku s'do mbetet më gjë, është një pikpyetje e madhe, me që nuk kemi mjaftueshëm pyetje për të ardhur deri te përgjigjet. Zë përjetësie në rrugë të ngushta të Athinës, mendimi qartë, gur i urtësisë i lashtë e jartë. Sokrati i madh zëri që ngjalli dritë, në kohën antike shpirtin që pat shqit. Mes rrugës së pluhurit dhe zhurmës së tregut, një burr i thjesht kalonte. Mendime të shoshisura dhe pyetje pafund që parashtronte. Sokrati që mbarte në supe thesarin mendjen e tij, ai pa pallate e pasuri mbeti i përjetshëm edhe në vdekshmëri. Ku pe helmit fund që s'duhet harruar, po as vdekja se mundi dot atë që ka mësuar. Për jetën, për shpirtin, për njerëzin, Sokrati që skaliti filozofin. Në një udhtim hartash të pashkelura për të marrë rrugën ka vetvetja. Shtigjet pas zbuluara shtruar me pyetje deri tek gjetja. Mësuesi i pa shkollë që ngrithi në këmbë një shoqëri, Sokrati që pranonte, e di se asgjë nuk di. Njihe vetveten o njeri, na e la amanet ai. Gjurmë historike që brez pas brezi e madhështuam në metodë. Dhe sot, në pyetjet njerëzore dëgjojmë zërin e tij tek buqet, një mësues i përjetshëm, përjetësisht Sokrati ka mbet.